Angjelusha në dhimbje, fjalët për gjyshen e ndjerë prekin mira zemra. Këngëtarja e njohur Angjelusha ka ndarë me ndjekësit e saj një moment të jetëprekës, duke përkujtuar gjyshen e saj të ndjerë me fjalë që prekin thellë zemrën. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo i ka dedikuar gjyshes këto fjalë të ndjera: jetojmë çdo ditë me kujtimet për ty, nën. Një mesazh i shkurtër, por plot mall, dashuri dhe dhimbje të heshtur. Ky dedikim tregon lidhjen e fortë shpirtërore që Angjelusha ka pasur me gjyshen e saj, e cila vazhdon të jetojë në zemrën dhe kujtimet e familjes edhe pas ndarjes nga jeta. Postimi është pritur me shumë reagime emocionale nga ndjekësit, të cilët kanë shprehur ngushëllime dhe mbështetje, duke vlerësuar sinqeritetin dhe ndjenjen e pastër që këngëtarja ka përcjell. Edhe një herë, Angjelusha dëshmon se kujtimet për njerëzit e dashur nuk zbehen kurrë, por mbeten gjallë çdo ditë në zemër dhe shpirt. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.